Ndërkohë sot, për shembull, në Partinë Socialiste të Tiranës, nuk e di kush është, nuk ka kryetar të Partisë Socialiste të Tiranës, ka kështu të deleguar që emrohen, siç u emruan së fundmi, por nuk ka strukturë, nuk ka forume të partisë që janë aktor, nuk ka kryetar të Partisë Tiranës. Dhe unë mbase e kam gabim, por nga çfarë analize bëj, mendoj se nëse do të kishte për shembull një zë, një autoritet, një kontur, një Partia Socialiste në Tiranë, për t'i treguar kufit e pushtetit Bashkisë së Tiranës, mbase Bashkia e Tiranës nuk do të kishte rrëshqitur në atë gjendje që vajti me kryetarin në burg dhe me një mori drejtorësh të tjerë, si mishërimi korrupsionit të qeverisjes në atë strukturë. Ose edhe më lartë, për shembull se e përmendi Albani Çpar, që është një ish-zëvendës kryeministër që tenton apo ka shprehur vullnetin për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës, po ju jap po zgjatem pak për t'ju dhënë mundësinë të kemi një pamje më të gjerë. Është i vetmi zëvendës kryeministër që nuk ka probleme me ligjin. Të gjithë të tjerët e kanë nga një çengel te dera e spakut. Njërin e kemi në Rati, disa tjerë të disa ministra, ish ministra të dënuar, disa tjerë në hetim, kështu që është problematik.